Territori i Kosovës për datën 28 mars 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu pothuajse në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:03 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 4 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 2 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 4 gradë Celsius, Pej 2 deri në 5 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 3 gradë Celsius, Gjakov 1 deri në 6 gradë Celsius, Malishev 0 deri në 5 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 4 gradë Celsius, Ferizaj 0 deri në 5 gradë Celsius, Kaçanik -1 deri në 4 gradë Celsius, Suharek 1 deri në 5 gradë Celsius, Prizren 1 deri në 5 gradë Celsius,